konfirmon mundësinë e vazhdimit të vjedhjes. Dhe kalojmë te renditic, miratimin e renditic. Atëherë renditic si do të vjedhë. Spori miratimi e renditic mbledhës Këshillit Bashkiak të 26/2025, miratimi i protokollit të mbledhës Këshillit Bashkiak të 10/2025, miratimi i protokollit të mbledhës Këshillit Bashkiak të 9/2025, projekt vendim për listën e përmirësimit të listës për ndihmës ekonomike nga fondi kursor i plotësimit ekonomike për 6% për muajin 2025, projekt vendim për miratimin e transportit PPA-s 2026, projekt vendim për vendimin e lartësisë programit e përdorimit të provaçë fuqishme prej 0,7 milion hektar për kanalizimin e territorit të bashkimit për shoqërinë ujë kuqashë konkrete në zonën katastrale numër 6,57 dhe numër 26/24 në territorin e administrativit të Bashkisë Fushorës. Shërbimi i vendimit numër 56/23/2024. Shërbimi i kërkesave të ankesave dëshmitare në societetin e lirë dhe të ndryshme. Atëherë kush është dakord me miratimin e renditis? Mirë. Kalojmë te miratimi i protokollit të mbledhjes. Kena dy protokolle, kena protokollin e muajit maj dhe protokollin e mbledhjes jashtë rradhës të Këshillit Bashkiak që është zhvilluar në shkollë. Kjo është një procedurë standard e besoj se tash është një marrë, sepse na shkëput gjithmonë që të bëhet miratimi i protokollit të mbledhjes më parë. Atëherë, nëse që i keni po protokollin të gjymjetjeve, kush është dakord me miratimin e protokollit të mbledhjes datës 2025? Kush është dakord me miratimin e protokollit të mbledhjes jashtë rradhës të Këshillit Bashkiak të 9/6/2025? Mirë. Kalojmë pika 4 projekt vendim për miratimin e listës përfituese të ndihmës ekonomike nga fondi kursor i plotësimit ekonomik për 6% për muajin maj 2025. Propozojmë për këtë muaj të trajtojnë mendim ekonomike për muajin maj 2025 30 familje me fond 120.660 lek nga fondi total i ndihmës ekonomike me vlerë 1.966 lek, 66.000 lek e 428 lek në shpërndarjen përfituese më shumë 118.630 lek sipas njësive. Bashkia këtë muaj nuk ka ndryshime, vetëm fondi ka ndryshuar sepse ka pas problem sistemi dhe vazhdojmë me atë familje që kemi pas. Bashkia Fusharës ka 15 familje me fond 50.758 lek. Njësia Qafmali 4 familje me fond 13.990 lek. Njësia Vlerim 3 familje me fond 14.313 lek. Njësia Thirës 3 familje me fond 19.424 lek. Njësia i Balle 5 familje me fond 20.136 lek. Trajtojnë me ndihmë ekonomike 6% familjet që kanë dalë për pikë të pamjaftueshme nga sistemi: Vizën Duhet Sejnaj, Mariana Det Kacoli, Mark Tjetër Marku, Misire Shaban Miftaraj, Vogel Mark Shpendi, Pranvera Nikol Predir Sevis. Në blok ndihme në 6% familjarë nuk kemi kënd të rritë të muaj. Nuk ka ndryshime, është larguar. Komisionet janë largërsu me symelan dhe... Thjesht ndryshon vetëm fondi, ardhur me vendimin e fundit.
kujdesin për personat që kanë dalë nga sistemi, për i pavë të fushme, dhe shqiptojnë atë të ta ndihmojnë përgjithësi cilin situatë janë, ku mund bërë në një ndryshme në jetë. Që kanë dalë nga sistemi, nga fshatë. Por, dhe prapë në ndryshojnë, se që i gjithë në sistemi. Kërkoj një ndryshim në renditje, jo në prosen e këmërjatu rendin e vitës, atëre kena projektimin për mjërdim në pasporte të bëhaz, 2028, ta kalojmë tetika 6, tetikën 6, ta diskutojmë përpara, pra projektimin për dhejnë e dagërësis, për dhejnë të në përdemetenjë, si për vazhëtyrë publike për 007 për kërë dhe linjës të ujtë në teritorin e Bashkisë Fushare, për shoqëria ujë Kukërshë për të në zonën katastrale numër 6.5 dhe numër 26.76 në teritorin e administrativ të Bashkisë Fushare. Atëherë për teritorin figure, projektin dhe materialin e katërit. Atëherë përshëndetje, referuar shkresës së prefektit numër 758 fraksion 1, dot 14 marti, mbi vendimin numër 56/28/2024 të Këshillit Bashkiak, i cili shprehet që duhet të kërkojnë rishqyrtimin e AVI pasi mungon certifikatat pronësisë dhe statusi juridik i pronës. Ne gjatë kësaj kohe, edhe pse ka kaluar kohë gjatë, kemi bërë aplikimin 2 herë, 3 herë pranë Agjencisë Shtetërore të Kadastrës, i cili po hasim jashtëzakonisht vështirësi me të, për shkak të formës së strukturimit që ka kjo agjenci. Hera është kaluar në Tiranë si drejtori rajonale pra Shkodrës, tash prapë është rikthyer në Shkodër dhe përgjigjet janë të bënuar duke shkelur gjitha afatet ligjore që ata kanë dhe aplikimi janë shkruar direkt nga i Albania e Bashkisë Fusharësit. Megjithatë, në përgjigjen e parë që ka ardhur, që mban datën 17/3, shprehet që është verifikuar gjendja e pasurive 13-18 dhe 13-21 për pasuri dhe janë pronë e Bashkisë Fusharësit dhe janë sjellë edhe kartela përkatëse që kanë ardhur në Albania. Gjithashtu, përgjigje tjetër ka ardhur me datën 22/5/2025. Edhe këtu shprehet për pasurinë tjetër në zonën kadastrale 2686 adresë Micoj, është pasuri e Bashkisë Fusharësit, dhe nuk ka asnjë shënim në kartelë. Ne kemi me VGM parashtu një kërkesë tjetër e çuditshme që duhet që Agjencia Shtetërore e Kadastrës të japin edhe këto mendimin lidhur me pasuritë që ne japim përdorim. Për 3 pasuritë që Këshilli Bashkiak ka marrë vendimin e parë, janë dhënë edhe tashmë kemi konfirmimin e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës, këto pasuri janë të Bashkisë Fusharësit, siç ka qenë edhe në projekt vendim. Nuk ka asnjë ndryshim, dokumentat i keni përpara, mund të shikoni. Pra është në fakt është vetëm një pikë kërkesë ka pas prefektura, që të kalohet edhe kjo që dihet në listë pyetje janë të shtetërore, por përkatësim vullnetare, a janë Bashkisë përkatëse apo jo, sepse janë nga me zonat kadastrale dhe në fundit na kena ditë ndërcaktuar. Ideja është nëse ke mundësia mirë me na shpigu skematikisht. Ne kena kaluar dhe herë dhe na kena kaluar dhe herë, por për zhvillimin bashkë për një udhëtim që fillon një bashkim në është në 2 bashkime. Po, atëherë, edhe herën e kaluar kur diskutuam në mbledhjen e muajit tetor, atëherë burimi ujor është në territorin e Bashkisë Fusharësit. Që të jemi të qartë. Po, burimi ku merret uji është territorin e Bashkisë së Pukës. Në territorin e Bashkisë së Pukës. Ne kam thonë edhe është me plan vendos se është krejt dhe Bashkia Pukës ka marrë vendimin dhe ka vazhduar procedura ta ndej.
Ne kemi thjesht linjën që ka lënë në pjesën e territorit bashkisë fushashme që do jepet në përdorim, sipas tarifave që ka përcaktuar me vendimi i Këshillit të Ministrave numër 559. Dhe udhëzimi është një kreditos se është nga A-ja tek Z-ja, me gjitha dokumentacioni, me harta shoqëruese, me gjitha. Vetëm për lloje pasurive yll, që është pjesa toka bujqësore, pjesa trojeve nuk është në jurisdiksionin tonë për para. Sigurisht është bëhet gjesa publike pranë në Këshillin Bashkiak, kanë kryer gjitha procedurat ligjore. Pra edhe prefekti shpreh se vetëm mungon kjo pjesa e këtij dokumentacioni. Të tjerat ne kemi kryer konform ligjit. Ne jena shprehje në fakt në bosë si Këshillu. Ideja është që prefektura nuk e mëson një vendim të Këshillit, por mund ta dërgojë maksimalisht, mund ta dërgojë për shërbim. Dhe nëse prefektura mund si është i drejtore shqiptar, por nuk mund ta mësojë. Dhe në rastin konkret ka qenë thjesht kjo shkres, se ka qenë mu determinu që është zonën kadastrale të bashkisë Fushës. Pra, do të thotë që Këshilli për ka të votuar, të votuar për një pron bashkisë apo një njësi tjetër vendore. Dhe këto dokumenta do të kemi edhe në dokumenta, nga hipoteka, që është e territori i bashkisë Fushës. Për të bashkisë. Për pjesën paret fjalë domethënë që thjesht do kaloj jo. Ai do kaloj gjithë procedurën ligjore, pastaj se të shkojë për ndërtime të tjera. Ne kemi pjesën tonë, që hapet kanali, pra ne jemi në zhurmën e kanalit, Asë japim burime jurë, funkurit burime jurë në kjo është kompetencë e Këshillit Bashkiak që mund të na shërbejë të kena një rastime për një burime jurë, se në fakt ka një procedurë ligjore që kalon nga Këshilli i Basenit, X-Pori që ka pra proces ligjor për kjo është në kuptimin edhe atë kapsat, edhe lek në filialin fakt nuk i marrin, kjo është nëse të thonë drejtën, i marrin bordi i Basenit. Po, është ka vendimin e përburimin në Jura, është vendimi numër 12, datë 15/7/2024 i Këshillit Bazenit të Jura MAP. Keni të vendosur në dokumenta. Atjetër. Considerei que a secção de documentações do século XX não consta de experimento, mas pela tradição do choque subjetivo de documentação. Qual é a vossa retorno? Qual é a quarta? Mas para como meio abrir as colchões na cena STM da vitória. Nderuar profesor Ash, keni bulë elektronike këtu poshtë. Mund ta verifikoni via Albania. Ke agjencia ke tonë, nuk falsifikojmë bula as firma. Nuk jam unë ai që merr me bula dhe me këta. Por mua është nga Albania, mund ta verifikosh. Apo? Atëherë, që ta kështu, që ta sërë, a ki që shka I herë për se këtë pasaj është pjesë e timi në kuptimin. Do t'i këshëm që dokumenti këshu nga Agencija Shtetërore e Kadastrës është I falsifiku. Është I falsifiku. Se një dokument o është I falsifiku, ose është një shkëm. Është I jashtëshëm për të thotë I falsifiku. Stampa që mbajnë dokumentacion. Nuk mi ako se si ne do përnesh. Unë e Po pra po, të shoj që dokumenti dhe ne të ta shojmë si Këshill për verifikim se është I falsifiku. Mund ta verifikoni një Albanian e Bashkisë Fushore dhe keni dy dokumentat. Po ato që kanë të ndryshuar Tiranë, Shkodër, mos ne. Ky është dokument që e ka lëshuar një institucion tjetër. Po dy emra dokumenti, po dy bula elektronikë. Bashkia Fusharës nuk mund të detyroje atë institucionin me lëshuar sistemin. Ai do më lënë edhe 10 vjet tjera, 70 vjet tjera.
Ti je në drejtën me ndryshu që s'tash. Dakor, udhëzimi me ndryshu se ka ndryshu. Ama, ajo vull, unë funksionim atë vull. Kjo runë të drejtën, jo runë të drejtën me dyshu që s'tash, për ta, a drejta ju Sa jo na Dhe i herë si, sa shmina, nuk janë institucion se dona se s'ka temë. Unë intereson përgjigje zyrtare mbi kërkesën që kam bërë. Me qenë faza më përgjithësi A ke telefon me kontrollu me barkodin? Mund të kërko, bravo. Po të dhej barkodin. Barkodit e vërtetën se Bravo, fix. telefon futet direkt edhe Dhe unë nuk besoj se dy drejtori dhe këtë mund të falsifikojnë dokumenta, pavarësisht që mund të jetë me stem. Te barkodi. Ja. Barkodi është i vull. Nuk ka data, ka numër, ka gjithçka. Edhe në faqe e dytë kam i vendosur shkërmi i shkrenjtë. Syre vendore e shkollës e ka pa, shkërmi i shkrenjtë. Unë nuk jam përgjegjës për shkretët që nxjerr agjencia për dasës. Po dhe faqe e dytë ka shkërmi i shkrenjtë. Shkërmi i shkrenjtë, hajde të lexojmë dhe rreth. Kanë mua adresë. Pra e, këtë që apo me drijo në qarë, në të zakës, sa që kërkun për një Albania, të sa e më në shkërkun për një Albania? Atëherë të sfidoj të hapim një Albanian publikisht këtonë, Bashkisë Fusharësit. Mund të hapim një Albanian e Bashkisë Fusharësit? Nëse një kompjuter, merrni kodet, datat dhe shikojni dokumente, se është në i Albanian e Bashkisë Fusharësit. Shkodra e disë në i Albanian e Pakanit. Po më hape. Hape i Albanian, verifikoni. Hape live atë. Që i Albania është e njëri. Po bra. Ja po ta tham unë, që është e njëri, të ketë sigur. Shikoje, të dyja, dokument. Po pro, janë rregull, të ka I të marrë zëna përsipër, i do të kina përsipër raportin që në shërion, e a kanë shku doktori, a se kanë shku doktori. Po s'ka me të përshim. Unë jam thashë në fillim se dokumenta janë aplikuar. Jam punër dhe e hedhin votimin. Jam e kam dyshime tonë për sistemin kompjuter. Jam punër unë i Tiranë, si ka po letër e ashtë a qëndër tjetër dhe jo jam punër dhe të shprejt me vot. O, këtër, në shpërtërin së do të brapa e shop që në shikon ka bërë. Jo për veti, për ty, për nese, edhe unë pa shumë njërë se edhe unë të mu pinë. Po se nuk ishe në zyrët pinja, nga në zyrët bashkisë. Presë pas nesër. Jo, me përsi për zërë atë. Këtu i shprejnë mundër, por jo me marë përsi për zënat se nuk... Jo, po jo, jetë të shute një sistem. A e poni, o këtër, po s'ka shansë në shenë. Ajo ka tana shanset me qenë. E ka shumë për e të ka me të vetë të Ajo është poshta aty, është adresa e institucionit, rruga Jordanise Tiranë. Në absolutisht një Albania kush kërkohet vendoset bula çdo lloj dokumenti. Tak stampohet. Jo, adresa këtu është, këtu që shikuti thua bula, këtu është adresa Shkodër, rruga Jordanise Tiranë. Po më shita dhe lloj është. Shkrenjë thirë. Po, kujtare, dise më se, qytetarët thotë që janë falsifikuar dokumenta. Jo, zotohet që nuk është. Ashtë falsifikimër. Unë thashë, së të rejtë të nashë nuk është i lishë, për mu, sepse një Albania ka shansë nuk ka shansë. Nuk është si të unë regull, i pasë nuk e kamë. Po sa këtu, u vinë zënë këtu, u vinë, o ligjore, jo ligjore. Për mu nuk Dhe është ku vinë ligjore. dokument, se nuk është i prodhu në mënyrë ligjore dhe të shotë falsifiku. Si e regullë s'ka të të firmos të gjithë që të s'ka në për kolle. Janë regullë atë, në e di. Po që në e di që kam përnu, për ne.
Jo më se zgjidhet kollega, po zgjidhet se nga jemi. Ashtë 10 minutë kohë. Po ju nuk fate jo, ashtë Qofse ata kanë pru do të përgjigje një Albania është ligjë. Zonja thot, unë e dyshoj si dokument, nuk e dyshoj që ky veprim a bën bashki, po e dyshoj që është bërë ke agjencia shtetërore kadastrave. Bravo. Apo si? Si në një agjencia, në poni për si për zone, si në për si për PSC nga po doktori. Ai ka ta vënë një Albania. A ka bën me dyshu? Si në ka më dy vule elektronik. Kur besoj te dokumentet e Dërë në qasë të ndryshme për ato. Po nuk Ato ta kanë një zgabimër, o partner. kam se si me të tonën makanisë ato gabim kur kam 2 vula, kam një emër drejtori, kam vule elektronike dhe kam ka ardhur një Albania, po nuk jam si kam unë falsifikuar më, sa kam sa. Po s'më intereson, më intereson që pjesa këtu. Edhe është 2 vula që më kanë ardhur nga Albania. Më intereson vula, kjo është ajo këtu mu, logoja? Absolutisht jo, përmbajtja më intereson. Mos më intereson logoja. Gjitha dokumentet më është dalë vule elektronika, ka pru një Albania, qëse ka falsifikuar. Se shky dokumenta është e rregull, se ka një përgjigje një Albania dhe nuk shkon kush në burg për përgjigje. Kur ai shkon në burg. Po pra, Gjithë ajo ka bërë veprim si vajzë në burg atje. jo, se kam bërë, si. Po ka një Albania, ka një Albania, jo të unë. Pagohet të drejtën një dokument që e ka nërku në sistem, s'mohohet të drejta që unë Fal, tu keni shkresë a vërgu. Sistem e kam në firmë me vundativu, nuk unë mund të refuzoj. Unë i kam dërtu kërkes nga një Albania, më ka përru kërkes nga Albania. Jo, Një Albania, Sa po dhe mi janë, në ati ku verifikon. Jo ta thamë, me kërkes të këshillit, i pa kërkes aty në për verifikimin e dokumentit. Po nuk ka shumë të përmërë, për zonë që kanë nuk e kanë të shapjesë një së. Po dhe të cërë administratës, po kemi një jurist më mërmenja, po shkiptës me po me poje. Sepse nuk ka shansë për i Albania, që me sharku atë, që e kanë sharku. E u ka një suzi, e u ka një stjeshtë dokumentacion. shkarku e kam unë nga i Albania. Shiko këtu, në kemë unë përgjithës. Nga i Albania e bashkisë, kur ka arë, ka në thana është miratu përgjigja, kam hapi i Albania e bashkisë, në prezencën e personave tjerë, të autorizum dhe kena bo shkarkimin e këti dokumenti. Shkarku, ashtisht i kena bo download, quhet ndryshe. Dokumenti është vazhdon të jetë prap aty, dhe do jetë gjithmonë aty, gjurë. Po. Kështu që, jo kush e ka shkarku, mos u shpreh gabim kush e ka shkarku. Unë e baj download. Nuk thash shkodër, thash. Ato kanë ngarku, unë e shkarkoj këtu. Në presë dokumenta. Ke shkarku si dokumentacion direkt nga Albania, po ta kanë nisë ato e ke shkarku në Direkt nga Albania shkarku. Do një të tabelës dhe jallin matin. Unë se votoj për vete kaloj. Po për një të shqipërisht me votë punë. Atëherë, kush është dakord sipas projektit për shkrimin e zyra? Kush është kundër? Abstenim? Nuk mirë ato. Sepse vendimi ka këtyre Shqipëria 2025. 22 Hape dokumentat e një. Është kjo? Yes, lutem, tani. Po. Yes, unë përsët nuk përsërit si që. Jo, po si na të ndryshua të gjatë vetëm thjesht me e po. Ka i Kush e një jurist, ka një jurist. Për transparentës, bravo. Një jurist, një votash. Tan. Po. Kush e një jurist? Juristi nuk mund parashikojë sistemin që vjen një institucion tjetër. Juristi shef sistemin e bashkisë fusharë. Nëse ka një sistem të ndryshme nga ajo që është miratu me vendim këshillit bashkiak, thotë jo shiko kjo sa është sot. Po sistemin e institucioneve të tjera juristi nuk mund i thotë posa dal. Ta ja punë me garanci. Me po Tani, vazhdojmë pikën e 5 për vendim për miratimin e pasportit të BE-s 2026-2027. Doktor më jep 2 minuta ku ta nxjerr. Ta
në orën 1:54 Dhe shumë ta shkarkujmë direkt edhe ta hapim. Okej, dhe shi thashtë original, ja. Ala. Okej, kam shëndu. Po pozë të verifikosi si se qifi... Si e strukturojnë një Nuk ka... Ne të kërkojmë është një falsifikum apo jo? Ne, më të... Ora nuk e lësën punën e institucionit të me të më të rësimo. Ora unë me përgjësi për se tjenë nga protokollë. Edhe unë kam kode, unë jam përgjësi vizor për kam vjetë me kode unë për përmërsi. Edhe të unë për e hap, je e punë kodi, se s'ka të drejtë me ju. As një loj punjoj si nuk ka drejtë nga ta, sa po s'ka kodin drejtë me ju. Dhe shtë punjoj s'ka kodit e me. Në nëzërë para ka më Se ti nuk e zakë për më. Po më ka zirë që kuki e shakë, që mos të... Dhe kam shkarku, se bune, nuk e se nëzira. A nuk e zërë ato? Në zërë me laptop këto. Kjo është një dokument që e shkarku nga mesazhet e jep direkt sistem. Jam të shkarku nga i Albania dokumentat e mija, të bashkisë së sharësi. Jo, shkarkoj dokumentet ditë dole që nuk ka asë. Atje mos na. Mos të përra, mos po datën po ore. Mos ta Në në shprej me votë që të ore për përshimësi. Na e kena krejtë thjesht. Ne shprej në votë të sotëri. Nuk ka im argumente një sigure. Ju i shprej. E shikë. Tani në me votë. Ju i shprej në me votë. Pa në votë nesë. Në në ti, i fora me në shumë movementit. Aja grafni herë. Aja që sot ja grafni. Sot në sistemi, tjerë në dotë sot, një dokumentacion që ka, sistemi të 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 shërë një këpse tush. Ka të tush të. Edhe në shumë më në Shiko, për mu personalisht bo gabim që u votu kundër. Atja u shpjegoj të parë. Jo, tani. Strukturë. Te kira tjetër. Më rregull. Tash. Me që e të ide jo, sa. Atëherë, zyra e financë të buxhetit ka përgatit fazën e parë të BA-s për periudhën 3 vjeçare 2026-2028. Faza e parë është ngarkuar në sistem, është dërguar në Ministrinë e Financave brenda afateve ligjore dhe një ndër përcaktimet ligjore është dëmiratimi në Këshillin e Bashkisë brenda muajit qershor të vitit. PBA-ja e Bashkisë Fusharës është buxhet 3 vjeçar, që si çdo projekt buxhet ka të ardhurat e bashkisë për periudhën që vijnë nga taksat dhe tarifet venduare, të cilat janë programuar duke u bazuar në paketën fiskale të miratuar për vitin 2025, transferta e pakushtuar ose granti, transferta specifike, si dhe transferta e kushtuar. Të gjitha këto të ardhura janë të shprehura dhe në mënyrë tabelare, ku janë të përcaktuara në secilin kolon viti përkatës dhe shumat sa i përket të ardhrave, transfertave dhe totalit për secilin vit. Përveç shprehjes në mënyrë tabelare, këto janë dhe shprehura dhe në mënyrë grafike. Në grafik duket edhe trendi rritës i buxhetit nga viti 2026 në vitin 2028. Pra totali i buxhetit është i shprehur në grafik. Përveç totalit shprehur në grafik, janë edhe llojet e të ardhrave të shprehur në grafik për secilin nga vitet. Me ngjyrë jeshile është viti 2026, me ngjyrë kuqe viti 2027 dhe me ngjyrë portokalli viti 2028. Dy fjalë edhe për taksat dhe tarifat vendore, siç e tham, janë programuar për 3 vitet e ardhshme në të njëjtat nivele siç janë programuar për vitin 2025. Totali i të ardhrave të veta është 28.555.000 për secilin vit. Peshën më të madhe të ardhrave e zën taksat mbi pasuritë, si dhe të ardhurat nga qerat. Të ardhurat janë shprehur edhe në grafik.
Shpenzimet. Aktiviteti ekonomik i bashkisë lidhet me shpenzimet për paga, sigurime shoqërore, shpenzimet për mirëmbajtje ose ndryshe i quajmë shpenzime operative, investimet kapitale si dhe transfertat që janë fundi emergjencë, kontingjenca, kuota antarësisë në Këshillin e Qarkut, fundi rezervë e të tjera. Këto shpenzime janë të programuar sipas programeve ekonomike, që janë si vjet kanë një ndryshim. Bashkia në vitet paraardhëse ka pas 13 programe ekonomike. Në vitin që flasim ka vetëm 6 programe ekonomike, pasi bashkia jonë është përzgjedh nga Ministria e Financave si bashki pilot për pilotimin e një metodologjie të re, që është metodologji që bazohet në uljen e numrit programeve, por ruajtjen e funksioneve që bashkia ofron. Me të kuqe janë temëruar gjitha programet, ndërsa me ngjyrë të bardhë janë funksionet. Siç e shihni, të gjitha programet përmbajnë funksionet që bashkia ka. Gjitha këto funksione janë të buxhetuara në periudhën 2026-2028. Programi i fundit rezervë dhe kontingjencës është më tepër një program teknik se sa një program i mirëfill buxhetor. Do ishin pak a shumë risit që sjell metodologjia re për përgatitjen e projekt buxhetit afatmesëm. Në tabelën e mëposhtme shihen gjitha programet dhe buxhetimi për secilin prej tyre. Kjo e ndarë në vite për vitin 2026, 2027 dhe 2028. Përveç formës tabelare të paraqitur edhe në grafik. Nga grafiku duket qartë që pjesën më të madhe të shpenzimeve e marrin shpenzimet për punë publike. Pastaj janë shpenzimet e planifikim administrimit, shpenzimet për arsimin, kulturën, çështjet sociale dhe siguria publike. Kjo ishte një panoramë e shkurtër për PBA 2026-2028. Ka ku përgatita këtë prezantimin pasi materiali është shumë i madh. Është material voluminöz edhe jena detyruar me të thu mrena atij formati pasi kërkohet detyrimisht nga Ministria e Financave. Avem și o expertiză în nivel să se vede armea. Pentru toți care lucrează în comisiune de por ne favorecim și ne creăm buget, ne zdobit, ne решаем все bon chercheur zdobit. Естественно,
Atëherë, vetëm kena shqiptimi kërkesë dhe anketës dhe qytetarëve të sesionet të tjerë. Kena një kërkesë. Atëherë, kërkesa është kërkesë për rekonstruksion dhe kërkesë debiti për usjensin e fshatit Çetit. Drejtuar kryetari i Bashkisë Fushare për Dini Këshilli Bashkiak. Këtë kërkesë do të paraqes kërkesë shqiptime për sa i përket shënjësimit të udhëheqjes së fshatit Çetit, pasi ka kërkesën e vendore të fshatit për një periudhë dhe shtimit të udhëheqjes pasi vera kaluar ka të një mungesë theksore në këtë rregull. Në gjithë investimet të kryet nga banorët e fshatit me shpenzimin e tyre vlen se kërkohet shpejtësimi dhe rëndësimi procedurale nga ana e juaj. Atëherë për shpejtësi besoj kryetari ka thënë një përgjigje se shpejtësimi apo kujt do kryetari ka thënë për dinin zënë të valën prania administratori. Në përgjigje tuaj do të vati pesi e vërën Bashki Fusharës me numër protokollit të marrë pasëshar, ka pesi kërkesa është kësisht e pranuar, por që kërkon një vërmenje për të mandet për sa i përket kësimit të saj, pasi e këtë duhet që të shkërtësh me përlikin teknik për përgjyri, si në përveçimi për kas i deteriuar. Pavarësisht se ju shprejtën se investimin të kryet nga banorët e fshatit Çetit. Ndërsa lidhur me shtesën e debitit, sipas tuaj për në shtesë për shkëret, është e pakë pasi të shqipit. Drejta duar kudo merë shtesat e përurë dhe marrja këtyre burimeve antikotet përtet. Gjithsesi për verifikimin e vëzirë dhe të problemit të dërgojmë specialistë e Bashkisë me talente për kandidatura për një dhe optimizuar për tradicion. Atëherë, Këshilli Bashkiak i Bashkisë Fusharës e ka deleguar në marrja e usjesit Shaja Amadët Bajë Shkodër dhe e pushtetit sendëror në përjet në marrje në Shaja. Shashtë i vetë ta mëndë, Këshilli në bashkë, Këshilli, nuk parë si Këshilli është ajë korshmi soti është po të Severia Shqiptare nuk parë si aga po e Roza, Selibrisha, Edi Rama. Thotë Severia Shqiptare dhe shumite. Nuk ka asë këti asë ati. Këshilli Bashkiak e ka delegu si funksion dhe është kriju Shaja. Pra që është kompetencë drejt për drejt furnizime në ujë ishë një populazë në Severia Shqiptare. Kuptohet që pushtetit dhe në parën, absolutit, nuk përhepsja, dhe nëse ka kapacitetet e nevojshme, financiare, burime financiare mund nominale, do më thënë që të investojë. Në rasti konkret do thotë të kryetari është fiks si që rasti që një ent privat, si që rasti konkret, nëse ai kërkon një burim të rinj, do aplikoj fshati, enti publik, privat, do aplikoj si ka bo zotënia që ne e diskutum më përpara. Pra dhe bashkia vetë do aplikoj për legje, për veti, një vëllë si çdo person tjetër. Ky është koncepti jenë për ligjin. Zemë bashkia, bajca nuk pagët, bashkia kur vije si të bashkia ti po projektin e deteriori pyjure, ku janë burimet e tjere, me një fshatin, kuptohet që i drejtohet mrapa nërmarrjes atje për të financuar thojmë në atë nuk investojnë, e nërpërsi për bashkia, por masi ka krejt procedurë ligjore. Ne jena të dojnë bashkisë nëse ka pare, kuptohet, dhe kapacitetet e duhura, nëse ka kapacitetet e duhura, lidhën aty në fundin, por kjo është në detë papur aktualisht. Shumë është ato duhet një konversës tjetër, duhet një shkrimje të mësës. Ashtë do të bëjë të buën, po se atë është problemi se mos se du të ka rekomendacion. Rekomendacion është nuk e të pojë si strikt. Du me shtu, du me moni bërë, ku e merë? I kujtash do me verifiku. Kurse ka ona e fondëve, aty është zilë, se në shëjë vjetë në bashkisë, duhet
Përësijet si para ka në Saharë, në bosh në kontrol. Për shka kontrol të e Ato e thonë do i vishtu që t'ki luisikare, sepse nuk me të dhe e kanë morë përsi vërdet me po. Problemi është me ditë se ku me edhe si përsa e ka për pra, përsa ka për probleme, ma mena problemi mu i mujë, por nuk me veç që ka nevoj për me në formë këna. Se këna vjetë është tona, se shkaknej Nëse kërkohet, pastaj për investim po masiv. Ministrata e Bashkisë ka kryer krejt procedurën. Kështu që ne marrërisht në atë që kur ke resurse financiare, absolutisht të mirë komunitetet, pavarësisht se është kompetencë, është është kompetencë e pushtetit shtetror. Sot është përgjegjës për furnizimin me ujë popullatës. Çdo cep rrugik shqiptar. Se ka kriju shërat, ka kriju shërat, dhe shërat marrin subvencione, kanë muslimin, dhe kanë muslimin ka pyt bashkë fare, dhe aja është përgjithë për të furnizu me ujë popullatët. Atë se në Era para depois para ele, já as projetos era para mim subir. Isso é, mas é isso que não pode voltar de hora de chave. I vai siguroj vazhdimsinë. Ashtu dhe nuk mund të hata vetëm me paujë. Në të folë për Meksikën, që ka probleme madhore se s'ka ujë, s'ka rejtë, në të folë për Shqipëri. Kam kuptën. Por, okej, në... A keni bërë ujë rushë të mirë? Ne, nuk i dija, jemi nga për të dhe ju, kush ka një mendim në rushe. Ne nga nga kush ka nëse pashkia, ka resurset. Ato të me vo vetë dhe vetë më të edhe. Po jema nuk e parë shikon. Atë të aplikojnë si të e në tjetër. Pra të shkojnë një studi projektimi, të bëj projektin, të aplikoj nëse ka alkatve për borin ujë, të marrë me të basen, ka kuprek shërburimi. Të poskaleve procedurën të bordi baseneve në Shkodër, nuk e marrë, sepse të aplikoj, sepse për drimi e ka në, pra që të shpikoj, shumë e ti, skematikisht, kush një ujë që t'jen dri e kanë bordin në Shkodër. Kurse, ne, që nga t'jen mat, e kena ndejsh. Kam kuptër? Atëre, duke ju falenderu, për pikat ne i kena cek, ju